aksidenti i rënd është regjistruar në Aksi Nacional për Rënjas Librazh në Qukës, në vendin e njohur si lokali i Zenelit. Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë 3 automjete duke shkaktuar plagosjen e 3 qytetarëve, mes tyre një person që ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Të lënduarit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit nga shërbimi i ambulancës. Nga përplasja janë shkaktuar gjithashtu dëme të konsiderueshme materiale. Në vendngjarje mbritën forcat e policisë dhe ekipi i shërbimit zjarfikës të Bashkisë së Rënjas, të cilët kanë ndërhyrë për nxjerrjen e të plagosurve nga automjetet dhe më pas për pastrimin e rrugës dhe rikthimin e qarkullimit. Shkaqet e aksidentit janë ende të paqarta, ndërkohë që grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.